tregon sa pak kupton gjendjes ekonomike. Që për m'ja shpjegu kështu thjesht. Na jemi vendi më i varfër në Evropë, veç Ukraina është më keq se na. Në Evropë. Është lufta tash e 4 vjet. Në Evropë, veç Ukraina është më keq se na. Dhe që këta këtu, sa me statusat Facebookut, thonë shumë mirë kena punën se borxhin e kena matultin në Evropë. Po ki borxhin matultin në Po Evropë. thonë edhe rritja ekonomike më e madhe, kur më shumë depozita në banka, po thonë kur më shumë indikator të mirë. fitim bizneset, Janë indikator të mirë. kur më shumë punësim. Jo, janë indikator të mirë se po ngatrrojnë çështjet bazike të ekonomisë, po për në mend nëse donin të bëj ligjërata ekonomike për ta, po se kam këtë qëllim. Po ta ngatrosh çështjen e Besoj keni dëgjuar këtë përgjigje ndaj statusit tuaj të Lumir Abdigjikut. Statusi juaj ka qenë Lumir Abdigjiku po premton punë të paguar nga shteti me pak 500 euro për 6 muaj për secilin të ri që diplomon. Ju lutem tregoni dikush Lumirit që një gjë të tillë tashmë e kemi bërë me super puna e cila paguan pagën minimale për 6 muaj për secilin të ri 18 deri në 29 vjeç. Kjo ka qenë statusi për cilin po diskutojmë apo? Po, fillimisht, pra duhet ta theksoj që ata nuk e diskutuan statusin tim, ata diskutuan diçka që e tha Adriatik Kelmendi, udhëheci i emisionit, i cili manipuloi dhe keq citoi statusin tim. Pra tha që Hekuran Murati po pyet ku i gjen parët, gjë që nuk figuron aty nëse e lexoni. Jo, pra unë ajo çfarë kam thënë. Edhe paga, ju keni thënë që ju e keni bërë tashmë. Sakt. Unë e kam edhe paga minimale nga viti i ardhshëm bëhet 500 euro. Qytetarët e dinë se kush e ka veç fushate, kush e bën për një me. Prandaj nuk lëshojmë pe, por vazhdojmë me nëse fushatësh. 116. Po, siç e lexuat edhe ju, unë ajo çfarë kam thënë unë është që tregoni dikush Lumirit që këta që e premton na vetë se e kemi bë. Jetu premtu diçka që ekziston. Ndërka që Adriatik Kelmendi tash me apo pa dashje e keq citoj ato çfarë kam thënë unë, manipuloj në mënyrë që me ja qit ndoshta një ashtu përgjigje qysh edhe e bani Lumiri. Tash nuk e di a ka qenë ndjeni edhe Lumiri për statusin apo u manipulu në kohë reale nga udhëheci i emisionit. Nëse nuk kërko falje Adriatik Kelmendi, do të paraqes ankesë në KPM, sepse ky është manipulim i opinionit publik me fakte konkrete. Pra nuk është citimi sakt i asaj çfarë kam thënë, dhe kjo pastaj në debat... A mund ta dëgjojmë një Adriatikun për çështje të korrekcisë se kam koleg? Pikërisht. Do ta zgjasim emisionin pak gjatë, dua ta dëgjoj për çështje të korrekcisë, okay? Në argumentim të quhet edhe një herë pyetjen e Adriatikut, ju lutem, sepse tash jemi drejt për drejt, mua më erdhi linku që ka folur para pak minutash Abdigjiku për këtë çështje dhe natyrisht e nxora pa e verifikuar videon. A mund ta sjellim edhe një herë videon nga fillimi? Faleminderit të gjithë. Kosovës kanë ambicje. Mendoj që masa e madhe e Kosovës është e lirë, në mendim, edhe dojnë projekte konkrete. Unë jam i bindur që populli i Kosovës ka vlera. Besoj që po. Kam filluar edhe t'ju sfidojnë, pra Hekuran Murati kishte sot edhe një postim duke thënë se si mund t'i ketë nga 500 euro shtesë se cili i punësuar në muajt e parë, duke sfiduar se sa do t'i kushtoj kjo buxhetit Kosovës. 66 milion, po s'kupton. Nuk e kupton për kjo, jo po s'kupton. Kjo është nuk kupton. Për çdo posa diplomuar, Kthehemi këtu, okay. Ju nuk keni pasur status tjetër, nuk e keni edituar këtë statusin që po e shohim, pra nuk është që keni pyetur. Pra kjo është manipulimi live që bëhet nëpër disa studio televizive. Vjen keq që po do ta them këtu, po kjo ndodh. Do thonë kjo është manipulim i pasur që nëse nuk ka kërkim falje, normalisht do ta ankohem në KPM. Oj, do ta verifikojmë pastaj. Çfarë ky premtimi për 500? Edhe një gjë, jo veç pak, edhe një gjë. Nëse Lumir Abdigjiku mendon që pra ka një uri ekonomike, e ftoj qysh sonte në debat, nesër. Fakti ju ka thuar Abdullahoti. Jo, Lumiri është tash cili është ekonomisi më i mirë aty? Nëse do të ishte qeveria Abdigjiku, besoj ministri do të ishte Lumiri apo Abdullahoti. Cili do që është ekonomisti i mirë dhe ju jeni ministër, pra kjo është ideja. A pranoni të sidoni me Lumir Abdigjikun lirisht. Me Abdullahoti. Përveç nëse mendoni që Abdullahoti është ekonomist më i mirë, mund ta pranoj sfidën. Po Lumir Abdigjiku, meqense këtu tha që unë s'po marr kam vesh në ekonomi, ftoj e nëse unë dalë dhe them po, unë mendoj që Abdullahoti është... Jo, ata le ta vendosin si subjekt. Ata le ta vendosin cili është më i mirë. Me ike nga përgjigja. 3 ditë zgjedhjet nuk është niveli ministrën detyrë me kandidat për kryeministër, nuk vjen. Jo, me vota aty jemi. Me vota që aty jemi. Okej, mirë. Se nuk do të kalojmë çështje politike.
I keni dhënë zotimet e lëvizjeve vendosur, do të flasim për programin, edhe do ta çojmë deri në fund këtë çështjen e programit. Pse duhet ta votoj dikush vetvendosjen në aspektin ekonomik për 4 vite të ardhshme? Po fillimisht është siguria. Ne programin e kemi ndërtuar mbi 2 shtylla, është siguria dhe begatia. Tek siguria besoj që e kanë shumë të qartë qytetarët se cila qeveri e ka rikthy kontrollin apo e ka shtri sovranitetin në çdo cep të vendit. Pra 17% e territorit që ata të tjerët para neve e quanin qoftë tokë e humbur apo dhuratë e Rankovićit, në qeverisjen e lëvizjes vetvendosje me partnerët e koalicionit është shtrirë sovraniteti dhe tashmë ka kontroll efektiv mbi gjithë territorin e vendit. Kjo siguri normalisht që duhet të ruhet disi, prandaj edhe kemi investuar në ushtri, përderisa ata tjerët para neve i ka nda veç 4 milion euro për me ble armatim, tek ne janë nda 400 milion euro. Pra 100 fish më shumë, qysh mandatin e parë, e ky ritëm do të vazhdoj me 1 miliard euro investime në armatim për ushtrin tonë. Normalisht që siguri është edhe energjia. Pra në këtë aspekt tek energjia ne parashohim përveç se rindërtimin dhe rehabilitimin e kapaciteteve ekzistuese, të shqyrtojmë edhe mundësinë e termocentralit apo kapaciteteve të reja me linjet të gazifikuar. Sepse u përmend çështja e gazit këtu. Nuk ka pavarësi energjetike nëse ti me gjitha të duhesh me importu gazin, ti përsëri importus i energjisë. Ne nuk prodhojmë gaz këtu, nuk ka gaz. Pra vetëm një mënyrë si kjo mund të bëhet, është përmes gazifikimit të limitit. Ka qenë komplet gabim që faktikisht nuk është lejuar, jo gazi amerikan me kalu në Kosovë. Do të flasim një tjetër, dhe kjo është temë nga e kaluara, mesim të programit. Kapacitetin gjenerus. Ka të bëj me kapacitetin gjenerus, ajo është temë tjetër. Ministër, një pyetje. Energjia elektrike duhet zgjidhje dhe duhet të shfrytëzojmë resurset që i kemi. Sepse kemi paguar shumë. Zgjidhja është kjo që po e bëjmë. Pra, të rehabilitohen kapacitetet ekzistuese që kemi, pra po bëhet kjo me njërin blok të termocentralit Kosova A fillimisht, po instalohen turbina të reja në Kosovën B, në 2 bloqet, gjë që rrisin kapacitetin edhe shtojnë një gjatësin, si dhe të ketë krahas investimeve intenzive në energji të ripërtrishme, të ketë edhe mundësi për një opcion apo për kapacitetet të reja shtesë përmes gazifikimit të limitit, sepse ne kemi një resurs tepër të vlefshëm. Cila është Dhe ka ndrua dhe geopolitika këtu. Kjo e treta është e re. Sepse ka dy të parët janë mirëmbajtje. Sepse ka ndrua. Kjo e treta është e re. Çfarë keni bërë saktësisht në 5 vite në këtë të tretën, që është e reja? Ka qenë e pamundur, sepse geopolitika ka qenë tjetër. Pra ka pas edhe disponim në Bashkimin Evropian, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka pasur disponim kundër limitit, kundër çmyrit. Tashmë ka ndryshim të kësaj situate dhe na po më thoni, Kuran Muradi, po më thoni që qeveria Kurti do ta kthej gazifikimin e çmyrit. Po. Çmyrit. Po kjo është synimi. Me qenë se si e tillë, si teknologji, pra ndot më pak. Dhe do të ishte e pranueshme edhe për synimet apo në vim me synimet tona kur mund bën veprimet e para në drejtim të kësaj, sepse kështu si projekcion duket bukur, por nuk ka ndodhur deri tash. Po tregova pse. Ka pas një situatë tjetër geopolitike. Kur është kundërshtuar. Dhe tash pas luftës në Ukrainë, me krizën energjetike, pam që shumë shtete tjera e rikonsideruan energjinë si siguri kombëtare. Edhe për neve është siguri kombëtare tash. Prandaj po them, do të ketë kapacitete shtesë në mënyrë që të sigurojmë prodhimin brenda vendit. Këtë është lajm, besoj, se nuk kam dëgjuar që siguri për neve është edhe çështja e ujit të pijes. Prandaj parashohim të ndërtojmë 5 diga në rajone të ndryshme rreth e qark Kosovës në mënyrë që të ketë akumulim të ujit, fillimisht sigurohet uji pijes, por kjo na ndihmon pastaj edhe të kemi bujqësi më intenzive. Sepse bujqësia aktualisht në mungesë të sistemit të ujitjes të shtrirë si duhet dhe në mungesë të kapaciteteve ujore për ujitje është e reduktuar dhe e fragmentarizuar. Pra na duhet edhe këtu të shtojmë investimin. Sa i përket begatisë, tek pagat, në sektorin privat e pat që me neve pagat janë rritë si kur më parë, 57%. Në sektorin publik, buxheti për paga është rritë 47%, sepse është rritë ekonomia. Kushdo që thot që i rritë pagat për te i rritjes ekonomike, në fakt ose nuk e nje fare legjislacionin publik, për financat publike, ose po gënjen haptazi. Ligji për menaxhimin e financat publike ka një nen që thot që pagat në sektorin publik
në secilin vit munden me u rrit vetëm aq sa është rrit ekonomia në vitin paraprak. Dhe me neve pagat janë rrit 47% në sektorin publik, sepse GDP-ja, bruto produkti vendor, është rrit prej 7 miliard në 10.3 miliard. Dhe tash si vjet është 11 miliard. 47% është rritur pagat, apo? 47% është buxheti për pagat që është rrit tash te mjek ka rritje pak më shumë, te disa kategori. Mesatarja është 47%. Po mesatarja është 47%. Tek pensionet. Pra ata që po premtojnë sot 50% paga rritje, i kanë rrit 4%, kur kanë qenë vetë pushtet. Sepse prej vitit 2016 është ky ligji që kufizon rritjen e pagave jo më shumë se rritja ekonomike. Prej vitit 2016 është. Merre shife historikisht, pas vitit 2016 tek ne, askush nuk i ka rrit pagat më shumë se që rrit ekonomia. E ne kemi rrit pagat 47% se kemi rrit ekonominë. Tek pensionet, këta që po premtojnë pensione 50% e 250 euro, kur janë konë pushtet, Bedri Homza, pensionin bazik e ka gjetë 75, e ka bërë 90 euro. Asnjë pension tjetër se ka rrit. Pensionet e kategorive të luftës... Po bukur shumë, ministër, për 75-90. Sa? Pensionet e kategorive të luftës, e dini sa i ka rrit? 0. 0 i ka rrit kategoritë e luftës Bedri Homza. Pensionet për paraplegjik, tetraplegjik, 0 i ka rrit. Fakt, për 25 dhe në 50% shkon të rritjen aso kohës. Unë kam qenë gazetar. Dhe raportoja, në kategoritë të caktuara rriteshin 25%, 50% e kategoritë për shembull tek minatorit të mbaj mend. Në kohën e Bedri Homzës si ministër, 2017-2019, në qeverinë Thaçi. Pensioni bazik është rrit prej 75 në 90 euro. Je duke folur tek qeveria Mustafa, apo? Jo, qeveria Haradinaj, po. Flasim tek qeveria Thaçi. Herën e fundit Bedri Homza kur ka qenë ministër. I financave. Po zgjedh këtë periudhë tek Haradinaj. Sepse shefe, kur kanë qenë për shembull 40 euro është bërë 60. Tek qeveria Thaçi nga 25 deri në 50%, e mbaj mend si shifër se unë raportoja si gazetar. Se po 40 euro bë 60, rrit 20 euro, edhe duket 50%. Po si përqindje është bukur. Po prandaj unë po them, 70